ç'a keni më valla, pse mërziteni? Jamen, Do ta gjejmë edhe temën ty. Ti do një temë, tema kështu do një epike. temë. Bravo. Prometeo. Po pse do flisë ti për Prometeun? Po jo, valla, unë s'lexova. Më the që unë jam shumë i lexueshëm për Iliadën edhe për I lexueshëm i shumë. lexueshëm, do me Që thënë që mua më lexojnë. i lexueshëm në kuptimin që ti ta interpretosh Iliadën, ja po ta marrësh Greqishtën e vjetë. Greqishtën e vjetër është i lexueshëm. Kure po, Ha, temën te fajtet fole. e Jeffrey Epstein. Pa. E pat që kishte 250 fëmijë më duket ta femra që donin të rekrutoheshin nga Jeffrey Epstein. E kishin nxjerrë Shqiptare. domethënë po shqiptare. Po, Kishin dëgjova nxjerrë dhënë nga nëpër Albi. fajlet. Edhe kishin nxjerrë tek fajlet që lexova edhe për këtë që më duket mbretëresha, te pashtë jeta Ah, ushqim, po mos kjo, gaboj. po. Mbretëresha kishte pyetur për Epsteinin për Bexhet Pacollin plak. Nuk e di se kush mbretëresh që E Norvegjisë. e Norvegjisë. Jo, po pyes. Mbase se dim cila mbretëresh është, po besoj do jetë shumë e shëmtuar. Pse më vë Është për Bexhet Pacolli. Si Oliver Kahn. Po, ka pyetur për Nordik Bexhet valla. Pacollin, në kuptimin donte Bexhetin. Po më nuk e di, i kishte çuar një video në YouTube tha. Mos donin ta zinin kurth. Mm. Ti zinin I merrin ai lek. Bexhetit në fëmijë, këta ta regjistronin dhe ti bënin një lloj presioni. Se s'besoj. Sa s'mova ki? Ti e di kërkuar nga shumë Bexhet. Po, po. Donin të kishin kurth Bexhetin. Nuk e di, kam qenë një herë në një seminar ku ishte pjesë edhe Bexhet Pacolli, ishte në Korçë. Edhe fillon fjalin jam shumë i nderuar që jam në Korçë, në qytetin e sirenave. E kishte të shkruar serenata. Kishte lexuar keq. Ai ka sex appeal. Është që nga Coca appeal. që nga si Spartaku. Spartaku. Spartaku është tjetër nivel. Po mirë, tani si është puna me Spartak Gjelën? Ka shkare apo Ore, unë mendoj se është kështu, domethënë, vjen një moment që burrat në një moshë shkallojnë plak, edhe kalon në një fazë tjetër. o shkallojnë o i rritet prostata? Sex appeal-i. I rritet sex appeal-i në moshë 7 vjeç. Kam harxuar Taku ka pas 15.000 euro, tha, për ndëruar bërë zërin. zërin seksi. E kam seksi, tha, sa po e ke, tha, ajo, hap aty. Po dha jo sa shkallë tu tregua, Po, si ajo- s'mbeti për Po, shembull. jo, po e kishte vetë zë seksi. prandaj. Ose është dukur vërtet zë seksi. Ndoshta. Për vjen një moshë Ose dhe për nëse qenë kupton. Spartaku. Spartaku me Taku ma shti. Taku me të tjerën e dhalla. Mund ta dëgjosh ti dha aty burrit. Se edhe ai ngeli, ku e ke zërin seksi ti tha. Po, Edhe ai po. tha, po s'është për ty. Të lutem zotri. Sojnë, do bëni pyetjen apo për çka kam ardhur më këtë mision? Ti ke fare. Ti je nga shtëpia më taku. Po e modifik Wi-Fi, në ku viket ti mund të ai taku në laptop me bateri. Shprizë. Nuk i fiket laptop. Po Spartaku është i martuar apo beqar? Jo, re beqaresh. Ore, më Unë duket po është single, për gjithë ato që na dëgjojnë. Është fan zë seksi. më duket se ishte duke parë porno një qito dhe e kishte dalë live. Dhe tha, Montuar. e montuar? Ishte Çfarë ti kjo drejt? Ishte me aj. Çfarë ti kjo drejt? Si ishte puna e atyre gremjeve? Besoj, apo as ju nuk i keni ndjekur? Po me thënë të drejtën shumë fare nuk është se e kam ndjekur, po mora vesh domethënë se kush kishte fituar, Bad Bunny domethënë që ai më i pikasur se kishte kaluar, ishte i pari nga latinët që kishte fituar një Grammy, kishte punuar 10 vite për këtë albumin edhe ai bëri shumë buj. Pastaj gje Lady Gaga me 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 shoq. Kendrick Lamar. Po pse vazhdon këndon Lady Nuk e di jo, me thënë drejt. Po unë Se këngën e kush- fundit që kam dëgjuar të asaj, 2013? mos më para, po që ka qenë një Gaga. Mama. Jo, ka qenë. Që atëherë domethënë ka qenë kënga e fundit që unë i kisha. Edhe unë se ka bërë domethënë më shumë famë. Bëm përshtypje që ndoshta se jam unë ai tipi më i asaj muzike. Edhe pastaj e ke parasysh, pastaj dëgjova më shumë atë pjesën e Trevor Noah's. Ishte Po Trevor Noah ishte i ftuar apo i thjesht po bënte kështu koment si këto Ishte host. ishte host. Edhe kishte folur pak për të gjitha domethënë, që nga ata që kishin fituar, për shembull për Drake-un që po shante të zinjtë, për Kendrick Lamar, me
Tjerë, edhe një që më pëlqeu shumë që ajo pjesa që më pëlqeu shumë. Që më bëri shumë përshtypje që po akuzonte Trumpin për që kishte vajtur tek ishulli i Epsteinit. Mhm. I Xhaferit. I Xhaferit, po, i Xhaferit. Se i kemi për pasaportizim shqiptar. Po, kur erdhi në Shqipëri, duhej. Tani Si Trumpi kishte thënë që vëlla, më akuzo kot se do të bjej. Tha. E kishte por si punë e kozakut. Ua, live në TikTok. Nuk ishte Dago, po kishte qenë atje në Twitter. Si i çojnë mesazhe njëri tjetrit në Twitter. Do me thonë, njën DM-sa, po përfshin edhe Publik. publikun si Po. personi i tretë. E ke parasysh kur Mhm. ndodh që janë duke u zënë dy persona në email e të tjetër CC, që i lexon të gjitha e s'ka kujt i ngelet fajli? Ajo, fajli. Po, po. Fajli. Ashtu Pasojat fikse. e punës. Po, fiks. Ashtu që edhe qem edhe neve që po e shikonim këtë lloj gjë. Kendrick Lamar, ë? Edhe Kendrick Lamar kam shumë kohë pa e dëgjuar, nuk Cila ka qenë kënga e fundit që ke? as e di, domethënë se kam qenë herë fan si Kendrick Lamar. Çfarë mendimi ke për shumë për hip hopin sotil, ose jo vetëm në dëgjon hip hop një herë? Kam pas dëgjuar, nuk dëgjoj më. Hip hop ç'a quhet më pak qartë? Rap, hip hop, është e njëjta Po e gjë? njëjta rrymë. Po E njëjta rrymë. hip hop pak a shumë më duket se është pjesa e vjetër, domethënë këta që bënin ato beatet, nuk ishin këto 808, më duket. Pastaj rap më duket është kjo rhythm and poetry që doli më mbrapa. Aha, okay. Besoj. Nuk e di fare. Besoj. Besoj. Kështu mendoj Do të domethënë. fut Modestina. Kjo tregon që unë se dëgjoj hip hop. Edhe Kendrick Lamar i albumin e fundit domethënë Kendrick Lamar është hip hop. rap hip hop. Okej. Edhe atë të fundit që ka pasur këtë që i bëri dhe diss Drake-ut, që u bë shumë e famshme si këngë. Nuk e di si, po të kuptova, nuk e di si. Lexova diku që Eminemi kishte bërë diss. Jo, Eminemi kishte martuar gocën duket gjë e tillë dhe doli muhabeti ke disset e Eminemit dhe Eminemi ishte shumë i fortë me disset Mhm. dhe sepse të tjerë domethënë tentonin ta sulmonin Eminemin ke disset që bënin kundrejt Eminemit, te sulmonin ke goca. Ah, Vet, okay, po. që e ka pas vetë vogël dhe Eminemi domethënë prekej nga kjo gjë dhe ja kthente mbrapsht Po, shumë. ishte personale shumë. Ishte shumë personale dhe ja kthente mbrapsht shumë rënd domethënë dissin dhe dëgjova një diss që nuk e di kujt kundër kujt ja kishte bërë domethënë Kewi më duket. Machine Gun Kelly. Po, Machine Gun më Kelly, duket po. se kjo dhe i thoshte domethënë ke një pjesë mbaj mend se ja dëgjova këngën isha në makinë dhe i thoshte që E dëgjoj me vëmendje? po se të të kuptoj se domethënë pse është kaq disi fort dhe domethënë realisht kishte çdo fjali ishte një kështu, ishte një sulm domethënë sepse Eminemi i thoshte për shkakun që hitet e tuaja më të mëdha janë prap nuk arrin dot ato Që kam- traket e mia më tulta domethënë, më koti Po. domethënë. Kështu që kishte gjatë gjithë kohës këto lloj kështu domethënë, këto lloj komentesh dhe batutash se që në thjesht më bëri përshtypje që si gjë domethënë që ishte e njohur që Eminemi bënte disa shumë të forta dhe ai tha domethënë se realisht kishte po lexoja që kishte disa rapper që i kishte humb karriera, kishin ndaluar karrierën sepse ishin njohur domethënë kishin filluar të bënin karrierë te Po. industria e muzikës dhe pastaj Eminemi kishte bërë diss kundra këtyre se këto kishin bërë diss në fillim kundra Eminemit Po. dhe Eminemi me dissin që kishte bërë kundra këtyre kishte ndërprer karrierën. Dhe Eminemi ke traku Kendrick i këtij Machine Gun Kelly kishte fut fix te që kujdese do të ndërprej edhe ty karrierën Ah, domethënë okay. me Po pra, më duket se ju fut popit pastaj. Po bënte Pop. po pra, po dëgjonte pop. Po dëgjonte pop, po bënte pop. Machine Gun Kelly. Po Kelly, ka ah, filluar okay. po bënte kështu muzikë për fëmijë. Ka bërë ato Wheels on the Bus. Më duket po. A Machine Gun Kelly. Round and round. Apo jo. Ajo është. Po, edhe pastaj një fuck you. Çdo frat. Po e dëgjoj fëmijët apo. Po fëmijët çfarë s'po dëgjojnë apo? Faktikisht kjo është problemi me hip hop. Ka shumë, domethënë, fjalor vulgar. Them drejtën, unë se duroj dot. Nuk më ngjit. Kënga ime e preferuar rap, po ta zëm shqip, është nga ritmi i rrugës, përjetësisht. Them drejtën, është këngë fantastike, Po me tekst me shumë kuptim, edhe ja vlen ta dëgjosh, pse këto të tjera, sidomos kjo pjesa e diseve, nuk më ngjall asnjë lloj emocioni, ku dëgjon. Pse duhet të emocionohem unë që shahet dikush. Vend taj muhabeti i pjesës jemi të tretë valla, edhe e ke parasysh ndjem atë pjesën për brenda sigur po bëhemi pjesë e reperit ton të preferuar që po shajnë dikë Po, tjetër. jemi edhe ne të përfshirë në ai shef. Jemi në stadium për shembull.
Pse shahen njerëzit me njëri tjetrin? Na motrat. Po pse shahen? Pse Për shahen çfarë tifozët arsye? olla? Okej. Si- Sikur do thuash një arsye, për çfarë arsye? Ah, Shahen njerëzit. Ai po do të ta rrije Ta vetë rrije vetë. Ah, E kuptoj. po arri do të Kurse shahen njerëzit në stadium. Po se gjëra mos sigur janë pjesë e grupit e ke parasysh janë okej. pjesë e ekipit dhe ndoshta mendoj unë, këtë do të thoya apo jo. Po pra këtë po thoja, domethënë që ndihen pjesë e ekipit dhe fillojnë edhe shajnë. Okej. Pra edhe këto ndjehen pjesë fansat. Po, Mund të jetë. Po pra, Mund të jetë. shiko, unë mund kuptoj një sherr midis Turqisë dhe Greqisë. Një rapper turk me një rapper grek, se ka një lloj historie lufte. Po tash imagjino Eminemin me këtë Machine Gun Kelly ka. ashtu. Okej. MGK. Lin ky sherr midis tyre, Po ky është problemi. Kelly Ishte shark donte gotë. domethënë me sa kuptova unë se është era e parë që shifsha domethënë një lloj dise, do Po. thjesht isha duke browse në internet dhe çohoj ky disi. Kelly kishte bërë një dis sepse do të bëj famshëm me këtë disin që kishte Okej, bërë. pra, shiko. Ishte Kelly i pari që e shau domethënë si Është një sherr më shumë i stisur, domethënë thjesht për po, të arritur famën. Po, nuk është se- Kelly ishte për të arritur Po, famën po. dhe shante gocën e Eminemit këtë disi domethënë. Okej, po. Dhe nuk ishte domethënë nuk është se Eminemi kishte bërë një gjë më përpara, pra nuk ishte Kelly që e ngacmoi Po, i pari, po. ja futi. Edhe ka goditur poshtë shumë. Po, se ke goca. provokonte. Edhe Eminemi është përgjigjur domethënë që me disin e vet domethënë që ta udhte akoma më poshtë, pra me Po, e që kuptoj. sulmoi Eminemi ja ktheu tani. Domethënë arti këtu është kush bën një disk. Më të mirë, fuqishëm, më të fuqishëm, po domethënë. Edhe ai se sa tjetër. vlerësohet, domethënë. Po vlerësohet sepse domethënë ti je zero si duke pa dy veta duke u zi. Po, Grushta ama ky sherr në fillon rrugë. nga dëshira për të futur në Po, sherr me po, dikë që po, është i famshëm. Po, dikë që është i praktikisht. famshëm, po hajde ta provoj ta mundun atë domethënë, shkoj të shoh edhe pastaj ky thotë që un kanë ardhur gjato veta si puna jote dhe unë i kam nxjerr fash jashtë fare rrugës të Po. muzikës, domethënë zero se i kanë nxjerr jashtë rrugës boksit, nëse po. ne ishte në sherr rrugë që. Kush është ai reperi në Po. Amerikë? Jo, ai shqiptari në Amerikë. Unikatili. Unikatili, ku ti ka bërë? Hysenit. Hysenit kush është? Nuk e di, po ja, se ekziston nga, domethënë. Hysenit ja shkatroi karrierën me Idis, Unikatili. Ty lidhje me hip hop Që- si ki. Unikatili cilësohet si gjersh fishta rapit shqiptar. Imagjino domethënë sa lart e vlerësojnë Unikatilin. Ore mua më pëlqejnë ca këngë të Unikatilit. me vërtetë. Normale që të pëlqejnë, nuk e vën diskutim. Jo mos e ka një për shembull për emigrimin që mos e lë shtëpinë edhe. Po janë gjëra shumë bazike, dhe tema e emigrimit nuk është është një temë që okay, wow, çfarë lloj teme. Valla, Kushdo që ka qenë në emigrim dhe dëgjon një këngë për emigrimin, normale që mund të emocionohet. Që është një ajo cheesy, ajo është ajo diçka- kënga e atyre të Motrave Tepelen, Liban. jo Ah, më të Tepelen. Tepelen. Në sa larg më shput Po. në ime. Ka unë Ajo është Ajo- e ai faktikisht. Oh. Kam përshtypje. Ajo që del në video të sa gratë të irrituar afër telefonit. Jo më ka. Po cila është kjo këngë? Ajo më grupi Tepelenës valla, si e kanë Ah, ai grupi bash Tepelena. Po jo, është një këngë për Tepelenën që ka dalë shumë tani në TikTok, edhe janë ca gra që këndojnë shumë afër kamerës, po me një aktrim kështu dramatik fare, që i këndojnë Tepelenës më okej, lejohet ti këndoj. Kush është ndaluar? Po që kam përshtypjen që ka filluar nga AI. Mos Domo- të tregonte atë pjesën Lela Bëris plaku aty tek fytyrat Jo, e femrave. shiko, e di ku është interesantja këtu se kjo këngë ka filluar, kam përshtypjen është e bërë me AI dhe videoja e parë në këtë format është bërë prapë me AI, kam përshtypjen. Pra të gjitha Dhe po, dhe njerëzit, domethënë nuk e kam përshtypjen, nuk e kanë ditur që është AI, po thjesht kanë parë dikë që po performon këtë këngën dhe e kanë kopjuar dhe është bërë virale tani. Mund ta shikoni në Pornhub, ku të shoh. Ku shikohet kjo për të Ndoshta, po, ku ka informacione Po që- për Tepelenën. Imagjino domethënë se sa e frikshme është bërë AI. Domethënë ti mund të manipulosh në mënyrë perfekte opinionin publik. Dhe brenda një kohe shumë shkurtër. Kur Po, dilin po. videot për shembull 2024-2025 ndoshta,
Unë e shifsha videon dhe unë isha jap të dalloja e që dalloj- është AI. Po, se po e hante makaronat me veshë, i normali që do Deri diku po, nuk kishte 3 duar. Treguar me nga 2 gishta. 7 gishta, po, 2 gishta ose 7, nuk ishte domethënë Po, ndërmjet. po, Të me- keqë. Okej. Si mos ka qenë Ja. video reale. Qose ka qenë nuk ishin me pasat. Qose Në nuk Lixha ishin ke ato. qenë. Në lisha Dhe tani ka ardhur koha që domethënë unë shoh një video dhe duhet të hyn komente Po. që të zbuloj që njëri ose dy veta kanë thënë që kjo është AI sepse kanë kapur disa detaje shumë të vogla që ti Po. po se peja 5 herë atë videon Po, se nuk e kap dot. faktikisht i konsumon videot kështu, domethënë Po, sepse- i hedh një sy, nuk e Po. ti shikon jo Dhe, po. dhe kjo është sot. Po. Dhe kjo ka ardhur domethënë brenda 2 viteve, 3 viteve që kanë dalë to, domethënë AI në nivel të madh, pra në nivel konsumatori që unë e ti mund të ndërtojmë Po, tani mund me të AI, kjo është ndërtojmë, vetëm brenda 3 viteve. Po. Minimumi mas 3 vitesh tjera, domethënë, ndoshta edhe më gjatë, po 3 vite tjera unë pres që të ketë domethënë mos ketë më AI mos bëj më gabime, të jetë Po. shumë të vogla gjëra që ti nuk do të dallosh dot. Apo të flet realisht ku diun shoku jot, presidenti apo është e bërë domethënë me AI. S'do e kuptosh dot. Zë- Unë është si do verifikohet kjo gjë, është pothuajse e pamundur ta verifikosh Po informacionin. besoj diku lexova që doni t'i vinin me patjetër një gjë që lexonte atë pjesën e AI. Do me thënë, në momentin që dilte një video AI, do ketë në algoritmin e saj diçka që të tregoj që kjo është AI dhe jo e vërtet. Kështu donin ta bënin domethënë, që të kuptonin pastaj këto platformat e tjera besoj zbulime AI, ku dëgjoj unë që të Shko, ndallojnë. tani mund ta cilësosh ti një video ose një këngë si AI, po ama është në dëshirën tënde si krijues, domethënë çekon ose jo. Kam përshtypjen që do përdoret në mas kjo gjë për Unë besoj që Për të tani ka keq. fillu, po përdoret Për në të mas, keq. ndoshta neve nuk e shohim sepse kemi domethënë është diçka që algoritmi sot është bërë shumë i detajuar që t'japi ty vetëm ato që don të shohësh. Kështu që po të njëjtën gjë do vazhdoj të bëj dhe akoma më shumë në të ardhmen, kështu që gjithë njerëzit që janë pret tashmë AI-t, flas për brezin patjetër prindërve ton që Po. kurse bëjmë dot ne dallimin që jemi gjatë gjithë kohës para kompjuterit, jo më ato që jam mësuar gjithmonë ti besojnë televizorit, Po, radios, po. këtyre mjeteve kështu, ato do rrehen patjetër shumë më shumë dhe unë kam përshtypjen që do filloj edhe të ndikojnë, domethënë do jetë një ndikim nga qeveria për të manipuluar masën, po jo për të bërë një diçka kështu të fantastiko shkencore, po thjesht për të mbajt kontrollin, për të manipuluar votat, për domethënë ajo që tregoj domethënë do jetë shumë me tendencë që Imagjino të ketë përfitime pra ai person që video me bën atë. video me Sali Berishën duke hedhur molotov plako. Be Sali Jo, Berisha me kishin mos. dalë faktikisht ca video me Sali Berishën ku i jepte vendin e kryetarit të Partisë Demokratike Salianit. Si Ja jepte, ja Po tash në faqe kështu. Jo, thjesht takoheshin me dorë. Ah, me dorë si kështu që Po, si ja ishte me me kjo të dashuri dënë. domethënë. Mere për dënë. Mere për dënë. Sali Berisha. Faktikisht unë pash një video, ishte një ari që po ndihmonte një mace që kishte ngelur në pemë, edhe njerëzit që komentonin Në Shqipëri? what çfarë gest fisnik. Shqipëri janë të gjitha, po me të drejtë. Gest fisnik edhe i mrekullueshëm ariu. Shikon atë. Histori shumë pak e vërtet, por e vërtet. Monta el pasaf. Parukeri monta e pasan. Kishim vënë atë personin më të famshëm të filmave adulte, që mos i përmend emrin se kur ç'është, për shkak anonimiteti. Mos të bëjmë reklam. Mos i bëjmë reklam, po pa na dhënë lekët plako. Mos kanalizojmë njerëzit Po, aty. po, fix. Si Edhe- Xhaferi. Po, kishin vënë tash kështu si mjek, edhe kishin shkruar aty në një status. Ishte status Facebook plako. Status Facebook. Ky mjek ka shpëtuar kaq veta. Edhe ti shikoje pa komentet e shqiptarëve. Ua sa mjek i mirë, ku është ky? Edhe që grua. Njëri që shkruan Kam dhe përdhunga. a i heq gjindet, a punon me gjindet. Faktikisht ka mjek që heqin gjindet. Ku më plak, e ke Ishte parë një te fiksi? Jo, ishte një Ah, okay. Kosovës që dilte, Mhm. edhe shkon njerëz vërtet. Bile ky, jo vetëm kaq, po publikonte edhe video të njerëzve që ja hiqte gjindet, domethënë.
dhe njerëz bëheshin më mirë. Ose të di, Po si më plak mund të bëhesh më mirë direkt kështu në Unë moment. mendoj se është psikologjike. është po pra po, kjo është puna, sa i lot me psikologjinë e Po, dikujt. po. Kush nuk përmirësohet, atëherë do ketë gjinde 2.1. Ka gjinde duan trajnim më intensiv dhe në vastë. Ore, më kujtua Në njëri, hot tub. më kujtua njëri kosovar, Po. ishte bënte injeksione ke fëmijët me sindromën Down Po, dhe i merrte 4.000 euro familjes dhe në vërtet ky ishte veteriner, nuk i bënte asgjë domethënë Po, fëmijëve me- dhe e kapën pastaj. po jo, po me çfarë domethënë argumenti, po të bëj vaksinë për Jo, çfarë? jo vaksin, injeksion. A, injeksion për Thjesht një gjilpër që të rregulloj sindromën Down, ke Ah, fëmijët që okay. ishin me sindromën Down dhe T'ja hap thoshte do e syt. rregullojun thoshte sindromën me këtë domethënë dhe mashtronte familje deri në 4.000 euro. Sindrom Down apo me autizëm? Nuk Downi- kam njohuri. Jo, të sindroma tjetrit. Down janë ata që kanë Ndoshta me jetën autizëm, kanë ke edhe drejt. pa. Ndoshta me autizëm e ngatrovon. Jo se faktikisht ka njerëz që janë shumë të dëshpëruar që gjejnë një zgjidhje, edhe normale thot pse mos ta provoj. Ai merr një 2 review të mira, Po, edhe njerëzve ju mbushet Kështu mashtë është se për hapëlajme, shpresa po. vetë. Shpresa, po, patjetër. Edhe ai gjen mënyrën më të mirë për të mashtruar njerëzit. Po. Ky ishte sik ka preja e këtij ishte këto, që kishin Faktikisht ndoshta janë shpresë. mostra, të thënë drejtën, kesh atë guxim, ta bësh atë gjë është, domethënë, është gjë grada zh, me që flasim me grada këtu. Grada zh, domethënë, është diçka shumë e ulët. shumë. Të gjesh fatkeqësinë e tjetrit dhe ta përdorësh domethënë në këtë formë. Është më keq se Xhaferi. Jo njihni Jo, Xhaferi. jo, Xhaferi Xhaferi, ton apo Jo, Xhaferi ndërkombëtar? Xhaferi është Një Xhafer Epsteini. Epsteini, Domethënë, Epshtuja. Epshtu Xhaferi. Xhaferi kishte dalë një dokument Mhm. që thoshte që kishte rekrutuar një vajzë me Mhm. premtimin që do i jepte shkollën, Po? e kishte çuar në shkollë nga Amerika në Spanjë, më duket, domethënë në gjimnaz, dhe pastaj e kishte marrë, domethënë kësaj i kishte mbaruar legët, ta kishte mbaruar shkollën diçka e tillë. Ose thjesht kishte mbaruar spanjishtën, Po, sa që. Deri diku. Një vjeçarësh. Dhe po, edhe ky e kishte manipuluar, domethënë që i kishte thënë që po, domethënë hajde se do të vazhdoj të jap unë lek, do të vazhdoj të gjej unë gjëra, domethënë dhe kishte çuar ke ishuj. Dhe kanë dalë 6 milion dokumente, kanë dalë 3, po ka 6 milion dokumente për këtë. Okej, me që ka 6 milion dokumente, Albi ka një dokument specifik. Jo, më unë kam një pyetje me të Jo, drejtën. po nuk ke Jo. dokument për Nën Terezën? Për në Terezën. Por, ore, unë se kam me tërmend, domethënë si source të saktë, ke parasysh se s'mund të quhet Alfred Sako source i saktë, plako, domethënë është një fantazi, po që ai ka kaq kohë që thotë që Nën Tereza është Po ka dalë dokument apo ka thënë Alfred Çako që Nën Tereza? tani Alfred Sako kishte postuar një dokument të dikujt që ishte amerikan. Po. Domethënë ai kishte bërë një postim për Nën Terezën. Edhe Nën Tereza tashin supozoi, domethënë atë që kishte shkruar ai, besoj ose e ka lexuar te fajli, po nuk është source 100% i saktë. Edhe ai tani thoshte që Nën Tereza ka pasur një fondacion që furnizonte me fëmijë Xhevrin plako. Domethënë çonte fëmijë të Xhevrit. Tani plako unë se di Furnitori. se Merë di- Nën Terezën telefon se s'kap shumë prurje. Ore, kaq biznesmenat fuqishëm kemi qenë ne shqiptarë të plak. Me thënë drejtën po ta mendosh. Ato nga fieri o plak. Ja, Jo, imagjino tani situatën ku Nën Tereza në mbledhje me fëmijët ju shpjegon. Është një ishull diku larg, Ishte Peter Pan. Aty Peter ka Pan ishte ishulli Xhaferi. përkundit plako. po, ka Ui, plako. kullore edhe çokoladata. Mund Por duhet ja merrni gojës Stephen Hawking. E çuditshme është që kanë marrë Stephen Hawking dhe jo Elon Muskun, pra do ku diun, sa i papranueshëm duhet të jesh si rob, sa i dështuar duhet të jesh si rob që mos marrë Stephen Hawking para te. Mos të pranojnë në ishull të pistë. Po pra ke ishull i pis, eksakt, se kjo është ideja, Po, pra pra. pse s'duhet të pranoj ke ishull i pis. So, me që ishim të sorsi, do të burimi I lajmeve. i lajmeve të Nën Terezës, imagjino të përdor Alfred Çakoja AI-n plagot, çfarë mund shkaktoj realitete komplet tjera, domethënë.
tunele pedofilash. Tokë në sheshtë, kam firmuar tokën e sheshtë në Mali Tomorit. Po vetë Mali Tomorit nuk është i sheshtë. Mendjet e ndritura ka ndërtuar shtëpi në qendër të botës sepse aty kalon te qendra e energjive majane, Mali Tomorit. Energjive të qakut, qingjave që Që priten aty, prandaj priten qingja aty se janë ka afër me energji. Zotin. Ka Është si energji. tempull kështu ku bën sakrifica. Po, nëse keni i gjohë që të mbet peng. Okej, ky është podcast me AI. Me informacione komplet të rrejnë. Ore, unë për Malin e Tomorit kam dëgjuar që thonë që ka kështu gjëra domethënë të mbi natyrshme për Malin. Nuk e di a keni dëgjuar edhe ju, domethënë që rri një re tërkohën mbi Malin e Tomorit dhe asnjëherë nuk lëviz. Edhe thonë që aty ka kështu është një port tjetër drejt një dimensioni tjetër për Malin e Tomorit plako. Ku e ke dëgjuar këtë? Gjë i rrethil katror javë për javë plak. Dëgjon podcastin Alfred. Ore, unë kam ma Facebook specifikisht vetëm për vetëm për të parë postimet e Alfredit dhe në momentin që nuk më del aty sa herë që e rrotulloj atë të Facebookut një postim i Alfredit, tha, nuk ndihem mirë valla, mikën dita tërës. Jam Ke një fanpage që administron ti për Alfredin. gjore va se s'rrit merrem unë aq shumë gjërash, po thjesht jam kurioz domethënë që se çfarë arrin të thjellë mendja e njeriu. Kupton, kreativiteti i tij më bën shumë çuditë. Ka një portal, ku çon ky portali? Nuk e di valla, s'kam hyrë ndonjëherë. Po jo, Po, çan do të Fredi. Po se di valla në dimension tjetër tash, kush e di kush ka hyrë aty. Se janë kthyer më mbrapa ndoshta. Ose ka rënë Amali. Edhe Po, thonë që- dimensioni tjetër është me kokë në E di shkëmb. tjetër, më mirë biesh nga mali dhe të vritesh apo Uj. Po. Apo të ndjekësh Alfred Çakun. Dhe të rritesh. Unë kam sjellë këto të dy në sa duket plak. mirë mos e vritesh kur bie nga mali. Shiko, si është ajo që bën ai. Për Po, ore, për te shakave ajo është super aftësi. Po i beson vërtet ai? jo më jo, ai është shumë i lexuar plak. Është me tërmend shumë i E lexuar. pra, Është i lexuesh? Jo, jo. kjo që faktikisht që edhe të shpikësh normale që duhet të Po thua lexosh. Duhet shpika ja apo i beson? Shiko, ndonjëherë kur e thua shumë herë E beson. edhe Fillon të edhe beson. shpifjen, Mm. atëherë beson. Unë kam përshtypjen që ai edhe mund t'i besoj këtë gjë. Është si një person me skicofreni. Ka deluzione të tij domethënë. Edhe kështu është edhe Alfred Çaku. Por ama është i aftë, se ka krijuar fanbase. Shet libra, sa i boton edhe libra, kam përshtypjen. Okej. Shkon ti, ble librin dhe del në portali direkt e xhepi i Alfred Çakos. Portali më i shpejt i Alfred Çakos. Ka kaluar dhe Yell Bankës. Ja ka kaluar. Prandaj ka filluar Edi Rama nuk ndihet mirë la. Edhe po fillon po investon aty Nuk e di Yell se Bankës. se më kujtoi kjo puna e librave të Alfred Çakos me byrektorët më përpara kur ishim të vegjël. Na i sillnin byrekët në librat e Enver Hoxhës në faqet. Nuk ishte karpiceta. Ishte Ato librat e verdhë. Edhe për shembull ti mund po ta kthej byrekun mbrapsht, e lexoje atë para. E kishe aty domethënë që lexoje. Shok dhe shoqe. Edhe e haje ti. Lexoje rrestin tjetër. Para të binte ke byreku domethënë. Po ishte shumë interesante blije byrek tjetër. E baja, Ta ruaj. Faqen tjetër. Ka qenë shumë interesante si biznes plak. Ja, ka qenë super. Pra, Edhe higjiena ishte zero, domethënë. Si të shohim sot ato videot me indian ku gatuajnë kështu me këmbët në kusi. Çfarë shuhet ai? Për shije, për erë. Edhe byrek sa e japte me lafshat e fusve. Jo, plak. Po gjizën. Gjizën e kishte aty. E gjithë me shtrydhme. Kishte byrek me qep, po doje. Po. Me pres. E kishte emrin Maria, ajo që shiste byrek. Maria, I theshin byrek të Marias.
Byrek dhe Marias, po Po. duket byrek shumë bukur kështu kur e Duken dëgjon. byrek të shenjtë, plako, Po, jo pra, për jo zotin. vetëm të bukur, po edhe të shenjtë, byrek të Prandaj Marias. shiteshin shumë byrek këta se, s'ka qenë kjo pjesa e Enverit. Jo. E Maria Bonitas. Enverit ishte nga që ajo fleta librit nuk grisesh e kollaj. E ka bëj veri me cilësit Po, mirë që po. mos kishte kështu thohet jo po mu gris mua Jo, atëherë. nuk është fjalë. S'kush Edhe ishte me ti? vaj që bëshe, 4 vetat atë ishnin nuk grisesh ajo. Ka qenë lideri suprem, Ishte- prandaj kishte bekuar ai. Normale, imagjino të grisesh e i libri në Veroxhës. Imagjino të 30 vjet në Spaç. në spaç direkt. Na e trego pak dur në spaç. Ke vajtur tani, pa si e mbyllur, jo? Se si aq i madh, valla. Prandaj, e di që je i madh, po jo aq i madh. Po në Spaçit s'ka mure mo. E diu që aty i pini ju. A mano me këto muret e spaqit, valla. Ore s'ka mure mo. Po mirë, valla. Na Ke fal. parë burg pa mure ti. Po vra burgu i spaçit. S'ke parë. Bëja. Duhet Ore, vetë pse nuk ka pasur mure? S'ka pasur. Pse valla, nuk ka pasur, s'kam pasur. Kishin ku ta ratjesë që natë, ishin në 2 faqe mali, s'kishin ku të shkonin. Po mirë valla, smerrte na njëri për shembull për kafe sheqer me vete aty në burg, e tikte me vrap. Kafe sheqer, ata me zi, hanin Ato buk, s'kishin të hanin, ti thua. kafe sheqer. A e di që më përpara njerëz kur shkonin vizit, i u çonin një pakë kafe, aq gjë me vlerë ishte kafja. Imagjino tani Po se pse sa në këmbenin varfëri. me diçka domethënë, në rojeve Plako, e di pakën që- e kafes apo pse domethënë se kafja s'është shumë. Faktikisht ti punoje në shumë ndërmarrje. Për shembull, Ah, unë varet se punonte në po, e vërtet. në ndërmarrja llokumeve për shembull. Un kisha faktikisht një histori ku burri hallës që tani pas dritë domethënë i kishte futur llokume në brek dhe tentonte t'i këmbente me i pago kafe. Po Po gjithë kafe e ku dini ishin futur. çanta kafe. Donte të bënte këtë lloj këmbimi. Po puna është që ishte kur i kishte marrë ai ishte ditë e enjte. E imagjino që shtuna ishte shumë larg me tenten, që supozohet që S'kishte të ndar lahesin, brekët. po. Edhe ishte shumë e Po vështirë. shlaheshin ata një herë në javë. Po, dhe ishte S'kam pasur. shumë e vështirë t'i këmbente ato llokume. Edhe vetë nuk po e hap dot. Po i hante dot se ishin atë pa prera, duhet t'i prije vetë. Ishte llokumi sa ç'ke brek. Ishte një llokum aq i gjatë. Po tani edhe ai burri javës tënde valla, s'mbante një pal brek për të përkurën në plak. Brek për llokume. Për llokumet. Për raste të veçanta në Ramet Spaç. pasur, ramet Ramet pas. Tani mund të tallesh. ramet pas. Okej, S'ka pas pasë një po për... tallesh. Jo mos i s'ka pas një pal brek Brek për kurrën, shtesë. brek shtesë valla, ku dëgjon ai ose Ose brek me xhepa. Bravo, me qese. Se atëherë edhe qepeshin se që domethënë gratë kanë qenë edhe çik kështu të dorës, domethënë edhe bënin gjëra. Tani si janë më? TikTok. TikTok vetë, Po pra, faktikisht më përpara Kishe mama qef të tonë shikoj. ke qef të shikosh se çfarë shërbimi sillin familje. Plago, Kurse për zot. sot është shumë e vështirë, sidomos për këta që janë single, për shembull, Faleminderit. për shembull, Se s'po dilte shembulli. shembull që ndër. Di, se si. Është shumë personale, plago. E kalojmë. Shiko, mos e diskuto fix specifik për ty, po përse dikush është single në Po 2026. s'djejnë vetë në burrë, se tani e ke parasysh njerëzit janë nuk dinë se çfarë duan. Vetë njerëzit nuk dinë se çfarë duan. As unë nuk e di se çfarë dua, domethënë. Më përpara e kam Shiko, një gjë e di se femër do. po. Është ajo di. Fillojmë nga bazë. Fillojmë nga bazë. Po jo, mo, unë atë e marr mirë qenë, ke E marrim mirë qenë. Edhe tani njerëzit domethënë nuk e dinë se çfarë duan të bëjnë me jetën e tyre. Dhe duke qenë kjo punë kështu e ke parasysh. Thot ndron mendje. Trini ndroj mendje 3 herë për punën e skaletës, o plak do ta bëj me skalet apo s'do ta bëj me skalet. Tani imagjino po podcastin normalisht. Mos e shkuptohet se. Tani imagjino tashin ti jetë në pjesën e dashurisë, që ajo është pjesa më bazike edhe kalon këtu. Vetë njerëzit fillojnë të mërziten tek gjërat më kështu, domethënë, sigur gjëra më minimale të ndodhin në çift, fillojnë të ndajnë. Edhe pastaj fillojnë këto jo manovra që
shikon unë do t'i flas 4 ditë se Po. të flas tjerë. Jo, po andej po këtej edhe Po këtu. mos se ti je single, ti po përshkruan hallet që ka një lidhur. Po, Halli që ka një single. a unë që sa një si tash ose kupton një tjetër në ka. Halli që ka një single është të jeti lidhur. Po prandaj. Aty fillon problemi, kur lidhesh. Prandaj ai nuk është i lidhur, make sense. Po, po, po. është I nuk, Ilo Pince. Ramet pas. Pas Ilo Pince. Faktikisht, a keni parë të intervistën e si e ka emrin? Ilo Pinci në vërtet? Se ka vite. Asun se di. Oh, fuck. Ta kërkojmë prit. Është shumë e bukur. Kërkoj Trino se Jo, po ti do na thuash, Po, do jo, na no. thuash intervistën Që pastaj unë se do ne thoja në goje kam, po faktikisht nuk e kam. Dear Mat, Dear Ilo Mat. Pinci Bujarin, Kapegjio. Bujar Kapegjio. Po, është emër gabim që nuk e njihni. Po. Jo, faktikisht është Jo, është mjeshtër, vërtet, po, skenarist, patjetër. domethënë ka bërë disa nga komeditë më të bukura, tamam komedi stilit italian, domethënë. Po. Është shumë i aftë. Po, ishte një herë në një podcast, më duket, o podcast o intervistë, nuk e di. Është profesor doktor Bujari. Po, Por e ka vdekur apo jo? Këtu te kjo intervistë nuk është se doli shumë, se tha, nuk ka femra. Që të bëjmë për qeshë. Edhe faktikisht, si mendoni ju? A ka femra që të bëjnë për qeshur? Okej, e kam përgjigjen. Ka femra që të bëjnë për qeshur kur janë pa rroba. Fani. Femra më fani është ajo pa rroba. Okej, këtë prej. Pimo plak. Jo, dale një minutë. Pse kur është pa rroba pikërisht? Apo nga që ti je shikon Jo, seksuale apo nga që po ti ka ti cicat ti e do varura, qeshësh, për shembull, ka cicat e është varura. pa rroba. Jo, qëllimi Si më të tënd qeshësh është më që plak? do Ti të lëshon goja lëngse. E Jo, ke pa ma rroba. do qeshësh në kuptimin që Do qeshësh. çfarë do që thot ajo, ti do qeshësh Se është pa rroba. sepse qëllimi tënd është ajo që ti je pa rroba sa më gjatë plak. Dhe ajo është komfort shumë. Tani se po Se ti po qesh ndërkohë. ajo është shumë komfort dhe qëndron sa më gjatë. Plak. Si mendoj se jemi gabim. Jo më plak. Si më Që do mendojnë si ne. Si më plak. Meshkujt. Një më Disa meshkujt. Dale një minutë. Ato që nuk Jo, faktikisht do ftojmë Një femër. një femër ose një Ti ta vjen pa vajzë, rroba? jo femër, falni, jo me rroba, do ftojmë një femër, Qa një bëro, vajzë, flasin dhe ato perspektivën e tyre. Po, Po, sepse pra, më vërtet. Pse do të vi për të qeshur plak kur e shikon tjetër në lakuriq? Akoma. Jo mos e s'po e ashtu Nuk do, e ke parasysh. kuptoj. Se po të qeshësh, jo mos. Zoti Unë s'po Anakonda. kuptoj pse s'po e kupton plak. Po se po të qeshësh do ta Shiko. bësh tjetër në ndihet në siklet o plak. Po jo pra, sepse Apo të ti- bën ajo për të qeshur e ti qesh. Po pra, ajo do thot diçka një batutë, për shembull, sa të vogël e ke. Ha, do qeshësh ti. Ça do më plak do prije gjurit. Domethënë, supozojmë që e kemi të vogël. Sa bukur e rregullon. Kështu që do pa merak se kjo do fshihet, kështu që nuk e se. Se nuk të dali që e kemi të vogël. Por e kemi. Çuna televizore. Ore, edhe po, domethënë ti çfarë mendimi ke për pjesën e lidhjeve ose pse je single, do të thënë ç'a të bezdis ty tek një femër. Po, Po, se po. unë u përgjigja për shkak. Okej. Jo, s'është punë bezdisje, gjithmonë kompleksi është te vetja. Nuk është asnjëherë te tjetri. Do të thënë, sa më i pranueshëm ti jesh me veten, sa më rahat ti jesh me veten, aq më rahat do jesh edhe me një person që do kesh në krah. Kështu që për mua, do të thënë është thjesht që ne herë nuk gjejmë personin e duhur sepse do të thënë nuk ndjehemi rahat me atë personin dhe vazhdojmë jemi single, ne herë kemi më, do të thënë pjesën më të madhe të rasteve unë mendoj që është me veten tonë që nuk jemi akoma rahat në atë lloj faze që jemi gati për njohur një person tjetër, që kemi një lidhje tamam. Ti japi shkop. Kujt? Dikujt tjetër që do ta Jo, bësh. duhet japësh kohë vetes, në radhë të parë Jo, që ti jesh rahat me veten, se pastaj kushdo person që do vi, domethënë do vi, kupton? Pra, fakti që jemi single është sepse nuk kemi dalë ke rehatia jo. Qëndron fakti plako që duhet të jetë tërheqëse ndaj teje apo kush të dalë domethënë. Tërheqse çfarë quhen tërheqse? Po në sytë e tu duket tërheqëse, si në karakter, si në personalitet, si në Po patjetër sepse do keni një lloj kimie, do keni një lloj afrimiteti, se ndryshe si do tërhiqeni. Pra çfarë do u bashkoj? Pra duhet të ketë diçka që
t'ju bashkoj, qof nga trupi, Fiçkat e bukura. qof deri. Por pastaj domethënë vjen, pra se gjithmonë ka, nuk është se s'ka, domethënë gjithmonë ti ke altraksion kundrejt një personi, qof nga ana karakterit, nga ana çfarë thot, nga mendimeve, nga ana pamjes jashtme. Ideja është që të lidhesh domethënë nuk është një diçka domethënë që është shumë e thjeshtë sepse do kalosh koma atë person, kështu që pra nuk është vetëm tërheqja momentit, duhet të rish. A e shikon pse është e vështirë plakot të lidhesh? Po pra, se nuk e shpjegon dot një rrallë. S'ka shikon dot Tjetër. ra par plako edhe e dyta e ndërlikoj aq shumë vlla. Po pra. Jo, mua çudit Mua më ata që ndërlikoj shumë. martohen nga 2-3 herë. Edhe ajo. Po pse më jo, se unë jam i çik Ore, unë kundra kësaj. mendoj se kanë keq kuptuar Unë jam kundra kësaj të martesës dhe fejesës dhe gjithë këtyre domethënë sepse më duken shumë si etapa ose që janë kot. Në kuptimin nëse unë jam rahat me një person dhe jam bashkë me një person, nuk ka nevojë ta formalizoj. Pra formalizimi është thjesht një kontratë që bëhet domethënë nuk e kuptoj për çfarë arsye, pra s'ka nevojë ndonjëherë të martohet njeriu se martohet për sy të botës, mendoj unë më shumë se sa martohet për vete. Për veten nëse dakord, nëse unë do dua të martohem do e bëj, po s'do e bëja domethënë që ku di unë, të ftoj 200 daja, 300 xhaja dhe ta bëj me ku di unë, martesën për gjithë lagjen. Është një diçka domethënë që unë mendoj më shumë që njerëzit e bëjnë. E o hyn edhe tek tradita pastaj. Po, është dhe pjesë e traditës, Edhe është patjetër. shënimi i momentit, për shembull, Do ti me e ke më të vështirë të ndahesh kur ke bërë një dasëm se sa Po s'duhet të të mbaj martesa, Kanë domethënë. kushërinë mendoj tim unë. Po jo, po ndonjëherë këto janë një lloj etapash, prandaj janë edhe për të forcuar këtë lidhjen që të mos jetë aq e thjeshtë për t'u ndarë, domethënë. Se po të jetë e thjeshtë për t'u ndarë, atëherë do ndashin akoma më shumë veta. Po pirë, po kjo sjell një problem kryesor domethënë pastaj se domethënë pse duhet detyrohesh ti që të jesh i martuar. Jo, okay, ajo normale që nuk është e saktë, por ama është diçka që është një lloj mekanizmi që është lidhur edhe me traditën tonë, domethënë. Jo, Me jam shumë dakord. konservatorizmin tonë. Edhe prandaj kanë gjetur këto lloj mekanizmash që do apo jo. po, ti mund Je i detyruar je që detyruar, për shembull, si ajo që çojnë plumbin po nëse çon plumbin nëse gruaja ose Po. bën diçka domethënë kundra, që urdhërohet se ti ke jetën e gruas. E ka në veri këtë pjesën më duket. po, i dërgon, domethënë Do çon të jap vajzën, një- po, po, i çon çon një vajzën me plumbin. Edhe i duhet edhe një armë Japësh të një armë që okay, dhe Andri mund ta ekzekutoj. Por jo ne jemi kundër kësaj gjë. Po, po. Faktikisht. Shumë tradita të shpifura plak. Hm? Shumë traditë e shpifur ke parasysh. Po, e shpifur nuk mund të thuash se Është këto traditë. janë shpikur, domethënë janë Nga një kohë që po, ka pasur po. nevojën të Një shpikesh kohë sekret. Ore, këtë se kam kuptuar se e kam dëgjuar që rrajnë dhëndrin kur futet në dhomë. Të Ah, ka rastisur na një herë ty për shembull që Jo, ata jo. bën Ka kështu. ngrahur. Ti je i martuari. Jo, Që Si urmir. bën kështu varg vlla deri te dhoma. Edhe kalon dhëndrin mes e gjithë i bjen ngrush në mbrapa. pra është si më shumë Kjo është lojë më shumë Po, se sa. lojë. Edhe faktikisht do ketë ardhur ka një lloj sensi. Do ketë një kuptim patjetër. Se rajnë, Po s'do rrajnë nuse ndan një plak. Jo, ata e rajnë sepse ai do shkoj me kushërinë e tyre. Që gjatë këtë Shpejtoj mala baba shumë shpejt plak. Po pra, ata prandaj e rajnë. Që okay, do shkosh me kushërinë tonë, pa mani do të rajnë. Që ta mbash mend. Pastaj do t'japin plumbin. Që na gjë kushërira jo të kesh plumin. Po pra, ide. Edhe është plotësoj tabloja. Çdo gjë. Kaq është me Kaq aku i traditë, shqiptarit, po. mos të tratoj, të jetë e virgjër, edhe të ditë gatuaj të lajë çmlaj. Mbaj kalamaj. Kalamaj të lind. Çfarë po të jetë një grua? Kaq bën, se të humor s'bën. Po, pra, Ta bujar kapexhi i shkret. Ore, Pastramet. tani u kujtova unë Po. për lidhjen, se më kapi mat ajo pyetja. Dhe jo, nuk e kam pyetje, do them një Gjë për përgjigje vete. tjetër domethënë, nëse Ndrova jo, mendjen, ndrova nuk mendjen. nuk është se ndrova mendjen, thjesht është një diçka më shumë se ideja është që unë jam lidhur disa herë në shkuarën dhe kësaj radhe domethënë jam sigurt se dua të nxitohem, kur dua ta gjej domethënë që të jem unë më i sigurt te vetja, domethënë kaq është që
Një është drejta Siri si Se tena një gjë. Jo, nuk thash asgjë, jo, Ndryshe nga ajo që the çfarë, ke parasysh. Po mirë. Këto provoj edhe një. Po, Po flas me Albi, ndërkohë ti na ndërprit dhe thaj, "Okej, sa kisha mendjen tek lidhja, do them këtë gjë." Jo më kaq ishte, nuk është Kaq shumë banale, e di po, Jo, nuk po, e ke parasysh se the prap një gjë që personi duhet të jetë me vetveten e tij. Jo, unë thash, Sigurt. po mirë shumë bukur, atëherë Po, një gjë nuk ka sa nevojë, po- pres e kat. Mira Jo, to. kat. Jo, mund ta vëmë këtë, mund ta bëjmë kat dhe ta bëjmë 5 në një moment tjetër. Në podcast. Nga hiçi. Dhe njerëz nuk do ta kuptojnë Pare që është një podcast i vetë. E kemi xhiruar valla sikur vëm jashtë shtetit. E kemi për vetë jashtë shtetit. Edhe hedh një muaj herë sikur një filan vend. edhe ka edituar të freçak. Po për tradita për shembull në jug kam dëgjuar që burri duhet të ditë të vjedhë plak. Domethënë burrin në qoftë se do ta martojnë me gocën ose tek ai që do japi gocën, duhet të marrë diçka me patjetër nga shtëpia. Pa e kuptuar njerëzit e shtëpisë. Kjo tregon domethënë që burri edhe në rast nevoje për shembull edhe kur nuk ka, është i gatshëm i aftë që të bëjë çfarëdo lloj gjëje për familjen e tij, pavarësisht moralit edhe aty që ka i ka. Domethënë një burr i aft është i burr që vjedh. Po, domethënë bën sakrifica për familjen e tij. Kush në Vlorë? Më duket se po. Është në një fshat Vlorës, po nuk më kujtohet. Edhe unë pak kam qenë në Ke një vjedhur? moment, jo, kam vjedhur. Pas dasmës kam vjedhur. Ka qenë mish i mirë plak, pra dhe ke Ja. vjedhur. Faktikisht ishte një moment që do bëshe marrja nusës, edhe këta po bënin me shenja, po s'po i kuptoja faktikisht. Edhe po thonin merre atë, po ajo ishte një orë, kupton, se fusja do ta fusja atë orë. Orpuri. A që ma merre atë orën, merre, unë s'po e kuptoja fare një pse duhet ta merrja. Çfarë ishte ajo ora plak? Ishte orë që vjen në komandë. Kishte një. Jo, thjesht ishte një scenë për të vjedhur. Pastaj ma shpjeguan. Ah. Ti bëri një gabim shumë të madh se nuk volle në momentin kur duhet vidhje diçka. Çfarë thonë më plak? Ata do ta kishin lënë Kastilë ty që ta vidhja? Jo, unë kisha lidhje, unë isha personi as që martohesh. Po ky ishte vëzhgues. Ishin pjesë krushqive. Dhe duhet vjonin gjithë krushqit? Jo, njëri. Njëri, Pa okay. ata më caktuan mua, pa më thënë planin. Imagjino tash do të marr Albi, hajde shkojmë se do marr lek në Western, po, në banka BKT-ja dhe pastaj të nxjerr pistolet të ndal, kjo është një bravicje. Për tokë shkërllasta. Dhe ti je aty, Ja, ti me kapuçin dorë. pa diskutuar për plan përpara, plan pjesme, para një gravitje banke. Duke të komentuar Klodja në lavë. Bashkë me atë Artanoxhin. Aksion dhe Pepsi. Ky shkosh, prandaj rinte ashtu si i udhëtuar, se i udhëtuar se s'dia plan. Ai po rinte i udhëtuar se donte të udhëtonte këta të tjerë. Si ishte ai që thonë që e vran? Ku? Këto politikanët që parashikues. Po tashin ore. Jo, më është tani ka vdekur njëri kështu nga këto që bënte parashikime që jo Rama do shkojmë do takoj çifutët, jo këto, jo ato, domethënë një personazh që ishte në televizor. O, mos është ai Kastriot Meftari. Po Që di është politikan o plak. Jo politikan, e Gazetar, kanë vrarë o. thash politikan. E kanë vrarë politikan. Po ai Kastriot Meftari është Po. Kaçi. Ramet pas. Ramet pas pas Kaçi. Kaçi. Ore Kaçi thoshte shumë gjëra, domethënë që sipas se unë si kam Në verifikuar atë kohë s'bënin informacionet, sens, po në atë kohë nuk bonin sens dhe kanë dalë më mbrapa. Të vërteta. Kanë dalë tani të vërteta. Si Simpson. Po jo më vlla, ai thoshte se Ai thoshte në realitetin shqiptar, thoshte do ndodhi kjo gjë, thoshte dhe para 10 viteve. do arrestohet Erion Velia, ka thënë që atëherë ai plak. Që 2016 se kishte dalë emision te Çani. Do arrestohet Erion Velia, i Ka tha. përshtypjen që këtë s'është në parashikim shumë i madh. Po, kishte thënë që Rama do takoj Rama do çifutët. takoj çifutët se çifut vet. Ai Hebre. cenzori edhe Pip. Pip. ai cenzori edhe që Blendi Fevziu është nipi Ahmet Zogut. Më duket se po. Që theshte që Unë është i shëndosh me dy po pra gusha. po me dy kush që Me si merrte frym Ramet që pa dashur nga ana gati 5 se ishte me depresion, kupton ti? tani kështu ti çoj ra nga gati 5. Nga pallati. Po pra, nga Edhe domethënë e kanë shtyri i çik. Nuk di gjë. Ose ja Sa kanë për sa ta ndihmoni. E ka ndihmuar plak. ose ja kanë bërë balkonin me vazelinë.
Po, Ka shtaj. po ku kanë ati investojnë aq shumë lek për vazelin ta më plak. Ta të edhin vetë direkt. Po, Edhe thot ai që ka hedhë. Më se ato vrasje vdish me 3 plumba prapa kokës. Me met Sheu. Me met sheu, po, që Po. vetë vrame me pistoletën e tij. Edhe ajo faktikisht e çuditshme është ajo lloj vetvrasjes. Është e vështirë. Vështirë. Se Ta bëjnë duhet të për gjithë. mur dhe të kap në zemër. Rikoshe me murin dhe kapi. Ore mos ka parë një fantazm o plak. Një është të mbyllur. Fantasma. Me fantasmën e Alpit. Po se ka vënë ka gjoj për murin, si Ka po i bën rikoshet olla. ka Quhesh influencë një në shtëpi shumë olla. Alfred Çako ke ky Ah. podcast. Si do të quhesh për murin në shtëpi olla? Për murin, ke natë Nuk ka gjuajtur me mur, më tha shkot, thjesht Ah, ka drejtuar ka drejtuar armën në zemër dhe e ka vrarë. Faktikisht vritet Me në dy qoftë se pluma. ata që duan vrasin veten, por nuk këshillohet. Ose bëni ju në shtëpi. Reklam kjo. Do ta futësh pistoletën në gojë. Ose ku dëgjon, nuk mund ta vrasësh dot veten, duke ja kthyer mbrapsht në drejtim të zemrës. Se një në radhë parë duhet dish ku është fiks zemra. Që Më gjuash. rëndësishme. Më Sepse rëndësishme. ai në fakt i kishte vrarë me tek plumë. Jo me ishte 2 pluma apo. O, Po. okej, është edhe plumbja ti tjetri. Se e kanë shkruar Vrasje të asistuar. Vrasje të asistuar. Është e Në fakt, kur e mbyllim podcastin, njerëz thonë na ndiqni, na Never na nesër. Ju lutem mos na ndiqni. mos të përkopshte edhe çem. Miru pafshim dhe shihemi herës tjetër. Mua.